Përshëndetje, sot do të sjell një nga recetat e mia të preferuara, e cila është hashurja, ëmbëlsira e dikurshme me plot shije. Atëherë marrim grurin, një paku, unë përdor nga kjo 400 gramshja, që është fiks për hashurje. E lajm grurin mirë derisa të ikin të gjitha papastërtitë, dhe këtë e bëjmë disa herë, disa procese. Unë po e mbush me ujin e filtruar dhe do e vendos për të zier, por përpara kësaj unë do i vendos disa shkopa kanelle dhe karafila. Do e vendos më përpara në delimano që ajo të zihet më shpejt, dhe unë e vendos për 25 minuta. Gruri zier shumë mirë, nuk është as i fortë dhe as i butë. Dhe më pas do i hedhim ujë aq shumë sa që tenxhera do jetë mbushur plot, nga që ne do e zim për 2 orë dhe uji do të shteroj. Gjithashtu heqim dhe shkopat e kanellës dhe të karafilit. Gjatë zierjes së grurit, unë kam shumë dëshirë të shtoj dhe një lugë të madhe me kanellë, sepse kështu i jep më shumë shije. Ndërkohë që gruri zihen, ne do përgatisim pjesën e harroreve. Unë po përdor lajthi të grira, bajame, arra, rrushë të thatë, por ju mund të përdorni atë që keni në shtëpi. Unë i grije në këtë formë me thikë, sepse kështu më pëlqen më shumë konsistenca e tyre, që janë as të mëdha dhe as të vogla. Marr disa arra dhe bajame për t'i krijuar kaq shumë holl për t'ia hedhur në fund hashures. Më pas e shohim që uji ka shtëruar dhe unë i hedh përsëri ujë nëse gruri nuk ka zier plotësisht. I hedh sheqer të bardhë dhe sheqer kafë, por kjo është sipas dëshirës. Kur e shoh që gruri ka zier, marr 2 lugë me niseshte dhe i tres në ujë dhe më pas i hedh tek hashurja. I lë edhe 5 minuta që të zihen, derisa masa e hashuret të trashet pak, por jo shumë, sepse në momentin që ajo do të ftohet, atëherë do trashet dhe më shumë. Masa do të jetë në këtë lloj forme, në këtë lloj trashësi, dhe lëm për në fund harroret e grira, sepse nuk duam që ato na zihen dhe të na zbuten. I hedhim në tasa, i vendosim kanellë përsipër, arrat e grira e lëm të ftohet dhe e shijojmë. Ju bof të mirë!